Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra. Besimtari në këtë muaj duhet ta fillojë padyshim me vepra të mira. E një ndër veprat më të mira është pendimi i sinqert. Pendimi i cili robin e bën që të pastrohet dhe të jese i pastërt në zemrën e tij që ta shijojë këtë muaj sa më shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu subhanahu wa taala gëzohet me pendimin e robit më shumë se sa gëzohet një rob kur është në shkretir dhe ka humbur devën e tij dhe në të është ushqimi dhe pija e tij. E kur njeriu i kthehet Allahut me pendim dhe i kthehet me tobe, Allahu subhanahu wa taala gëzohet më shumë se sa njeriu i cili gëzohet në këtë rast që është i humbur në shkretir pasuria dhe ushqimi i tij dhe pija e tij. Të nderuar vëllezër, pendimi është njeriu t'i bie pishman në vetveten e tij, me zemrën e tij, për arsye se pishmallëku, ai i cili i ka vetveten për ato vepra të cilat i ka bën, Allahu ja shlyn dhe ja fal tëra gjunahet. A po don Allahu në këtë muaj me t'i fal? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah." Ai i cili pendohet nga mëkati është sikurse mos po pas bë fare mëkat. Allah, sa myshde e madhe, sa si harriç iman nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pendohu, sa Allahu i do të penduarit. Tha Allahu subhanahu wa taala: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin." Allahu i don ata të cilët pendohen. Allahu ata të cilët pendohen jo shndron se gjunaat e tyre në sevape. Që tha Allahu subhanahu wa taala para ata penduesit, tha: "Yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Allahu ja shndron gjunaat e tyre në sevape. Ky muaj është muaj në të cilin Allahu për gjunat linon rob nga zjarmi i xhenemit. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala në çdo natë zbret me qiellin e tokës dhe thot: "A ka kush që kërkon prej meje falet që t'ja fali? A ka kush që kërkon prej meje ndonjë nevojë që t'i jap?" Andaj kërko prej Allahut pendim dhe pendohu me pendim të sinqert, që Allahu t'i falë mëkatet e tua. Lut Zotin e Madh që Allahu na bëjë prej penduesve, për atyre të cilët kthehemi tek Allahu subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.